Horoskopi për ditën e shtunë, 1 gusht 2026. Dashi. Futja e Jupiterit në Luan është një nga lajmet më të bukura për ty, Dashi, sepse ky planet ka ndezur shtëpinë tënde të pestë, atë të dashurisë, pasionit dhe fëmijërisë. Për ty po fillon një periudhë plot dritë dhe mundësi të mëdha. Në dashuri, përgatitu për diçka të madhe. Nëse je vetëm, ky cikël të sjell një person që do të ndez zemrën menjëherë, një nga ato rënjet e fuqishme në dashuri që do të duken si në përralla. Nëse je në lidhje bashkë me partnerin, do të kesh një dëshirë të madhe për të rritur, për të udhëtuar apo për të nisur një fazë të re që do t'ju shtojë gëzimin. Në punë, krijimtaria jote është në kulm. Idetë që ke kanë marrë tashmë një forcë dhe jetë dhe dallohen nga të tjerat. Për sa u përket parave, ky pozicion i Jupiterit tregon se investimet tek gjërat që i do vërtet, apo për sa u përket parave, do të sjellin fitime dhe kënaqësi. Shëndeti paraqitet i mirë, do të kesh energji dhe vitalitet dhe do të ndihesh sikur u ke rilindur dhe ke forcë që të përballosh çdo gjë. Një fokus i madh i këtij momenti është dhe bota e fëmijëve. Nëse po mendon për një shtrëngzani, një adoptim, dyert janë të hapura. Kjo periudhë të lidh fort edhe me të rritë, nga fëmijët e vegjël deri tek brezat e milenium apo Gen-Z, ku ti mund të jesh një udhëheqës i tyre i shkëlqyer. Ndiqi pasionin e tua dhe shfrytëzo çdo mundësi. Ngjyra me fat është e artë dhe e kuqe e ndezur. Koha me fat është pas ditës e vonë. Këshilla e ditës: hapja zemrën mundësive të reja dhe mos ke frikë të dashurosh apo të krijosh diçka me pasion. Fati qëndron në anën tënde. Demi. Ky cikël i Neptunit po të kërkon të bësh pak kujdes. Ti mbash këmbët në tokë. Dashur Demi, Neptuni sjell një lloj mjegulli që të bën të shohësh vetëm atë që dëshiron të shohësh. Nga kjo është periudha ku ti duhet të zgjohesh dhe të mos lejosh askë të shes ëndra të rreme. Në dashuri mund të ndjesh një dëshirë të madhe për të lidhur shpirtërisht me dikë ose për të zhytur pas një personi që premton se ka gjitha përgjigjet e botës. Kujdes, sepse ka rrezik të përfundosh dhe të idealizosh dikë që ndoshta nuk është mirë. Në punë, mos u bëj pre e premtimeve që duken shumë të bukura për të qenë të vërteta. Kontrollo çdo detaj, lexo shkronjat e vogla nëpër kontrata dhe mos hec me hamendësime. Për sa u përket parave, ky nuk është momenti që të rrezikosh në investime të paqarta apo me skema që premtojnë fitime të shpejta. Ruaj atë që ke dhe kërko mendim nga ekspertët. Shëndeti, kujdes, ke pak vëmendje në aspektin psikologjik dhe emocional. Ndoshta mund të tërheqin terapitë alternative, bota shpirtërore, letra tarot apo praktikat e vetëndihmës, por zgjidhje ato me sy hapur dhe me fakte, dhe jo thjesht nga dëshira për t'u arratisur nga realiteti. Nëse ndjen se jeta po të bëhet pak lëmsh, ndalo dhe merr një mendim të dytë apo të tretë nga njerëz të besueshëm. Ngjyrat me fat janë nuancat e tokës, koha me fat, orët e para të mëngjesit. Këshilla e ditës: mos ec me sy mbyllur pas asaj që të duket magjike. Verifiko faktet dhe besoj vetëm asaj që mund ta prekësh dhe ta vërtetosh. Binjakët. Për ju binjak, po nis një kapitull i ri dhe shumë i rëndësishëm që lidhet drejt për drejt me suksesin, ambicien dhe pozicionin tënd në shoqëri. Ti je ai që ke timonin në dorë. Në dashuri, ky cikël i ri sjell një ndryshim të madh në skenë. Ke shumë mundësi që të tërheqësh drejt vetes një person të ri, ose të shohësh me një sy tjetër një fytyrë të njohur, e cila ka të ngjarë të jetë një koleg, një klient apo dikush me të cilin lan detyrat e përditshme. Lidhjet e reja tani kanë një qëllim të të ndihmojnë të rritesh. Në punë dhe karrierë, ky është momenti yt i artë. Pavarësisht nëse punon me kohë të plotë apo të pjesshme, ose ndoshta merresh edhe me punët e shtëpisë, ndryshimi po vjen dhe ti po e ndjen se ke fuqi
të vendosësh për fatin tënd. Për sa u përket parave, stabiliteti yt vjen përmes veprimeve konkrete me njerëzit e punës. Shëndeti yt do të jetë i mirë sa kohë ke energji dhe ndihesh produktiv dhe i dobishëm. Suksesi i ditëve të fundit do të mbush me energji pozitive që të kish munguar. Është koha të mësosh nga njerëzit që të rrethojnë në përditshmëri dhe të shohësh se si çdo veprim i yt tani sjell rezultate reale. Ngjyra me fat e verdhë dhe blu errët. Koha me fat është mesdita. Këshilla e ditës: merre situatën në dorë dhe mos nguro të bësh para në karrierë apo në detyrat e tua. Periudha e ngecjes ka mbaruar. Gaforja. Ky cikël i Neptunit tek Dashi prek drejt për drejt karrierën tënde. E dashur gafore, kjo është një periudhë ku kufijt mund të zbehen lehtësisht, ku ti duhet të bësh shumë kujdes që të mos humbasësh veten dhe të mos lejosh që të tjerat të shkelin hapësirën tënde. Në dashuri, mund të përballesh me dy situata: ose partneri po humbet disi identitetin dhe po shkëputet nga realiteti duke u varur plotësisht nga ti, ose të dy bashkë po tundoheni të thyeni apo të shkelni disa rregulla dhe kufi që nuk duhen prekur. Kujdes nga xhelozia apo përzierja e tepër në jetën e tjetrit. Në punë dhe karrierë gjërat mund të bëhen pak të rrëmujshme nëse nuk vendos kufi të qartë. Mos lejo që detyrat e të tjerëve të ngarkohen ty dhe mos prano marrëveshje të paqarta që të prishin qetësinë. Për sa u përket parave, ky nuk është momenti për të bërë lëvizje jashtë rregullave apo për të besuar në premtime të mjekura. Çdo gjë duhet të jetë e pastër dhe e shkruar qartë në letër. Shëndeti yt emocional ka nevojë për mbrojtje. Nëse ndjen se problemet e punës apo njerëzit të tjerë po futen në shtëpi dhe të shkaktojnë stres, është koha të mbrosh veten. Ngjyra me fat është ngjyra argjend. Koha me fat orët e para të pasdites. Këshilla e ditës: vendos kufi të qartë me njerëzit që të rrethojnë në punë apo në jetë. Luani. Periudha e përsëritjeve të të njëjtave situata, bllokimeve dhe ndjesive që po jetoje ti, duket se do të marrë fund. Tani e ke ti në dorë të bësh ndryshime reale dhe të thuash fjalën tënde. Në dashuri, marrëdhëniet e tua po hyjnë në një terren më të pastër dhe më të çliruar. Shtëpia e tetë lidhet me marrëveshjet jetësore si martesa. Nëse ke patur ngarkesa apo përsëritje të skenarëve të vjetër me partnerin, tani po nis një botë e re ku mund të ndërtoni pa hije të së shkuarës. Në punë, nëse bashkëpunon me të tjerët, ky tranzit të jep mundësinë të ndryshosh rregullat e biznesit. Ndoshta mund të mos pranosh të njëjtat kushte që të mbanin peng. Për sa u përket parave, ky është sektori që merr frymë më së shumti. Çdo çështje që përfshin para të përbashkëta, hipoteka, trashëgimi apo detyrime me të afërmit, mund të zgjidhet ndryshe. Ky është vetëm fillimi i një rruge që nga mesi i vitit që vjen mund të ndihmojë të kursesh ose të fitosh shuma të mëdha parash. Shëndeti yt përmirësohet ndjeshëm, pasi do të ndihesh më i lehtësuar nga stresi financiar dhe ngarkesat emocionale që të peshonin në shpirt. Ngjyra me fat është blu dhe e zezë. Koha me fat është mbrëmja. Këshilla e ditës: mos u kthe pas tek zakonet e vjetra, financiare apo emocionale qofshin. Bota ka ndryshuar dhe ti je ai që vendos rregullat. Vazhdoj me virgjëreshën. E dashur virgjëresh, ke një dëshirë për të zgjeruar horizontet dhe për të thyer rregullat e vjetra, duke të shtyr drejt eksperimentimeve që më parë mbase nuk do t'i çojë ndërmend. Në dashuri, ky cikël mund të lidhet fort me një person që vjen nga një shtet tjetër, kulturë tjetër apo ka një sfond krejtësisht të ndryshëm nga joti. Ky ndryshim do të duket tërheqës dhe do të ndihmojë të shohësh botën me një sy tjetër. Në punë dhe karrierë, projektet që lidhen me jashtë shtetit, shkëmbime apo marrëdhënie me klientë të huaj mund të marrin një rëndësi të veçantë. Është koha të provosh strategji që sfidojnë mënyrën tradicionale të bërit të gjërave. Parat, shpenzimet ose investimet të mëdha mund të lidhen me udhëtime apo zhvendosje. Shëndeti yt
Do të përfitosh shumë nga ndryshimi i ambientit nëse ke mundësi të udhëtosh apo të largohesh për pak kohë nga rutina e përditshme. Ti do të ndjesh një çlirim të madh shpirtëror dhe fizik. Udhëtime, shpërngulje apo një jetë e re jashtë vendit ku jeton janë tema që po nisin të ndërtohen tani në mënyrë të thjeshtë, por që do të shënjojnë të ardhmen tënde. Ngjyra me fat është jeshile e hapur, koha me fat orët e paraditës. Këshilla e ditës: mos u frikso të panjohurës apo distancave. Guxo të eksperimentosh me vende, kultura, sepse aty shihet edhe liria jote. Peshorja. Hyrja e Uranit, planetit të lirisë dhe ndryshimeve të papritura në shtëpinë tënde të nëntë, po sjell një erë të fuqishme çlirimi dhe dëshire për të eksploruar. Ky cikël për botën tënde të dijes, udhëtimeve dhe komunikimit, me një audiencë më të gjerë duke hapur dyert që nuk i kishe menduar kurrë më parë. Në dashuri, mendja jote tani të rritet nga njerëz që të stimulojnë intelektualisht, që kanë ide ndryshe dhe të bëjnë ta shohësh botën si një vend shumë më interesant. Kjo dëshirë për liri mund të krijojë një hapësirë pavarësie në çift, ndaj është e rëndësishme që kjo ndjenjë e re të përshtatet me pjesën tjetër të jetës tënde. Në punë dhe karrierë, nëse merresh me gjëra intelektuale, ky është momenti yt i artë. Një projekt apo një ide e re mund të kthehet në pasaportën tënde për të kapur një publik më të madh. Për sa u përket parave, ky cikël i Uranit është i paparashikueshëm. Mund të ketë lëvizje të papritura të ardhuras që lidhen me projekte akademike, mediatike apo të lidhura me jashtë shtetit, ndaj qëndro fleksibël. Shëndeti yt emocional do të jetë i shkëlqyer sako që nuk ndihesh i mbyllur apo i kufizuar nga rutina. Çelësi i kësaj periudhe është të pranosh ndryshimet e papritura dhe të lejosh veten të mësosh gjëra të reja duke eksploruar një botë të re para syve të tu. Ngjyra me fat është e bardhë, koha me fat është orët e vona të mbrëmjes. Këshilla e ditës: mirëprit të papriturat dhe përdore dëshirën tënde për dije dhe pavarësi si një mjet për të zgjeruar horizontin. Mos u frikso nga ndryshimet e shpejta. Akrepi. Hyrja e Jupiterit në shtëpinë tënde të dhjetë sjell një valë të fuqishme fuqie dhe ambicie. Ky planet i mundësive të mëdha po të shtyn të përdorësh pozicionin, karrierën dhe rolin tënd për të arritur ato që deri dje i konsideroje si synime të pamundura. Gjatë javëve të ardhshme ti nuk do ta pranosh më jetën apo rutinën e vjetër. Kërkon të kapësh majat. Në dashuri, je i fokusuar tek statusi yt që mund të ndikojë dhe marrëdhëniet e tua. Nëse je në një lidhje, do të kërkosh që partneri të mbështesë në ambicet e tua që të rriteni së bashku në nivelin shoqëror. Nëse je single, statusi dhe siguria që po ndërton do të bëjnë jashtëzakonisht tërheqës për njerëz me influencë. Në punë dhe karrierë, potenciali për të bërë diçka të madh është i jashtëzakonshëm. Ke shansin të ngjitesh lart dhe të marrësh me vete dhe të tjerët, por me një kusht: dëgjoj kritikët dhe kërko mendime nga njerëz objektiv jashtë rrethit tënd. Disa gjëra që do të dëgjosh mbase nuk do të përshtaten me skenarin tënd, por këto kontrolle të vogla të realitetit janë të nevojshme për të mbajtur në rrugën e duhur. Parat. Tranziti mund të sjellë rritje të madhe të ardhurash fal ngritjes në detyrë apo sukseseve profesionale. Por kujdes, mos u huto nga shpenzimet e tepërta, sepse ndonjëherë Jupiteri të shtyn të egzagerosh. Shëndeti paraqitet i mirë, por shtreci ambicieve të mëdha kërkon që të dish kur të ndalosh dhe të pushosh. Është koha e duhur për të rregulluar agjendën dhe për të bërë ndryshimet e duhura përpara se gjërat të bëhen më të vështira. Ngjyra me fat është e kuqe, koha me fat është në mesdi. Këshilla e ditës: mos e nënvlerëso kritikën, përdore për të përmirësuar veten tënde. Shigjetari. Neptuni prek drejt për drejt zonën tënde të dashurisë. Neptuni njihet për shkrirjen e kufive dhe kjo mund të sjellë një lloj mjergulle ku është e lehtë të humbasësh veten apo të lejosh që dikush tjetër të udhëheqë verbërisht. Është koha të zgjohesh dhe të shohësh me vëmendje se ku po të çon kjo situatë e paqartë.
Në dashuri, marrëdhënia jote intelektuale ose personi që po takon mund të jetë duke krijuar një terren mjaft konfuz. Ka rrezik që të thyeni kufit që nuk duhen prekur, ose të përfshihen në situata kaotike që të largojnë nga realiteti. Nëse ndjen se po kthehesh në një lodër në duart e tjetrit, ose nëse po e çon ti dikë pas vetes pa një qëllim të qartë, ky është momenti për të ndaluar. Në punë, kjo mjergull emocionale mund të shpërqendrojë. Mundohu të ndash ndjenjat nga detyrat, që të mos bësh gabime nga pakujdesia. Para, nuk rekomandohen të bësh shpenzime të mëdha. Mos merr vendime të bazuara në premtime romantike apo iluzione, pasi ky rrezik nuk favorizon qartë shifra. Shëndeti yt emocional ka nevojë për stabilitet. Nëse je i lodhur, kërko ndihmën në një miku dhe ai do ta japë një mendim të sinqert. Më pas, pyete veten nëse lidhja po të frymëzon apo vërtet po të zhyt në një kaos. Ngjyra e verdhë koha me fat është rreth mbrëmjes së vonshme. Këshilla e ditës: mos lejo që pasioni të të verbojë, vendos kufi të qartë dhe dëgjo zërin e një miku të besuar për të dalë nga konfuzioni. Britsjapi. Cikli i Uranit në binjak prek drejtpërdrejt zonën tënde të punës dhe detyrave të përditshme. Planeti i ndryshimeve të mëdha po bën një lloj revolucioni. Ai të mbush me një dëshirë të jashtëzakonshme për liri dhe pavarësi. Mbase, ambicet e tua të reja do të qëndrojnë të lidhura fort me realitetin që ky ndryshim do të afrojë. Në dashuri, dëshira për të ndryshuar rutinën dhe për të patur më shumë hapësirë personale mund të sjellë diskutime në çift. Nëse je në një lidhje, është e rëndësishme që ky revolucion i joti të mos harrojë dhe nevojat e tjetrit. Por nëse je vetëm, ti do të tërhiqesh nga njerëz të lirë, të pavarur dhe ndoshta të paparashikueshëm. Në punë dhe karrierë asgjë nuk është e sigurt apo e qëndrueshme gjatë këtij cikli. Duhet të jesh tepër fleksibël. Në fakt, ti po kërkon të çlirohesh nga skenat e vjetra, por përpara se të bësh një lëvizje radikale, dëgjo se çfarë thonë njerëzit rreth teje. Dëgjoj dhe kritikët. Para, tranziti i paqëndrueshëm të kërkon të mos rrezikosh me lëvizje të pamenduara në emër të lirisë. Sigurohu që planet e tua të kenë një bazë të fortë ekonomike. Shëndeti ka nevojë për vëmendje pasi stresi i ndryshimeve të shpejta mund të lodhë. Qetëso mendjen. Dita e sotme është perfekte për të parë gjërat me syrin e realitetit. Apo të çon vërtet aty ku dëshiron? Ngjyra me fat është ngjyrë hiri, koha me fat është në mëngjes. Këshilla e ditës: je i hapur ndaj ndryshimeve, por mbaj këmbët në tokë. Ujori. Neptuni tek zona jote e lëvizjeve dhe udhëtimeve po të kërkon një vëmendje të jashtëzakonshme. Neptuni ka një zakon të keq, krijon një dëshirë të madhe për t'u arratisur nga realiteti, por shpesh lë një mjergull ku humbet kontrolli, sidomos kur bëhet fjalë për automjetet, udhëtimet e shkurtra apo mënyrën se si lëviz në përditshmëri. Në dashuri, dëshira për shkëputje mund të bëjë të dukesh i shpërqendruar ose i humbur në botën tënde, duke bërë që njerëzit e afër të kuptojnë se ti nuk je i pranishëm pranë tyre. Në punë dhe në detyrat që të ngarkohen, duhet të jesh pak i kujdesshëm. Mos u shpërqendro, sepse shpërqendrimi në detaje të vogla mund të dëmtojë. Për sa u përket parave, nuk është momenti për të bërë shpenzimet impulsive. Shëndeti yt, sidomos ai mendor, dhe qartësia mendore, sidomos kërkon një kujdes të madh. Yjet të paralajmërojnë: shmang çdo gjë që prish gjykimin dhe të turbullon, qoftë kur je duke drejtuar makinën, biçikletën apo çdo situatë tjetër ku duhet të jesh i kthjellët. Je duke kërkuar një udhëtim magjik për të shlodhur, por nëse nuk e di
Se ku po të çon kjo rrugë është koha të zgjedhësh dhe të heqësh syzet e iluzionit përpara se të jetë vonë. Ngjyra me fat është e zezë e bardhë. Koha me fat është pasditja e vonë. Këshilla e ditës, kur e kupton se je futur në një rrëmuj apo iluzion, ndalo menjëherë, hiqi syzet e rreme dhe ktheu tek realiteti i sigurt. Peshqit. Cikli i Neptunit prek drejt për drejt zonën tënde të parave, pronave dhe shpenzimeve. Duke qenë se Neptuni është planeti yt udhëheqës, ky tranzit ka një ndikim shumë personal dhe të fuqishëm tek ti, duke të ftuar në një terren ku kufit mes dëshirës dhe realitetit mund të zbehen plotësisht. Në dashuri, kjo periudhë mund të sjellë diskutime që lidhen me financat e përbashkëta apo menaxhimin e shtëpisë. Kujdes të mos investosh emocionalisht dhe financiarisht tek njerëz apo premtime që të premtojnë një parajsë të rreme, pasi mund të jesh i prirur të shohësh vetëm atë që dëshiron. Në punë dhe biznes, nuk është një moment për të operuar në mënyrë të pavedishme apo me shpresën se gjërat do rregullohen vetë. Nëse merresh me shitje, kontrata, menaxhim projektesh, qëndro i përqendruar. Për sa u përket parave, ky sektor kërkon vëmendje maksimale, qoftë me bankat, marrëveshje, blerjet e mëdha, investimet si kriptomonedha e të tjera. Pasi ekziston rreziku të verbohesh nga mundësitë që duken si një arratisje e bukur nga realiteti, por në fakt nuk të çojnë aty ku duhet. Shëndeti emocional është i qetë nëse zgjedh të përballesh me shifra dhe fakte, sesa të lejosh që mrevulla të shkaktojë një ankth më vonë. Zgjohu dhe merr kontrollin para se realiteti të ndalojë vetë. Ngjyrat me fat është ngjyrë vjollcë. Koha me fat është orët e para të ditës. Këshilla e ditës: hiq dorë nga iluzionet kur bëhet fjalë për financat apo pronat, kontrollo çdo shifër me sy hapur dhe mos lejo askënd të shesë ëndra të paqarta. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.